Të nderuar vëllezër besimtar, me lenin Allah do flasim sot rreth meditimit për një punë të madhe, ajo është meditimi shkurtaze për shpërblimin e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, me unal dhe me mendu pak se sa ofron Allahu shpërblim për robërit e tij vepër mirë, madje jo vetëm kaq, por edhe ata që kanë jetë me bo vepra të mira, po sun e bën një vepër të mirë, zemra tona vëllezër besimtar do duhet të lëviznin nga vendit për të parë se sa Allahu është bujar, sa Allahu dëshiron me i shpërbly robërit e vet, e këto nuk futet mëshira që Allahu e manifeston nëse ti bën një mëkat, do të caktum, nëse ti pendohesh e kthehesh, Allahu ta fal. Kjo është një fush shtesë, që tregon mëshirën e Allahut. Mirë po flasim, e bën një vepër caktum, e Allahu shpërblen shumë. E ke bën jetë me bën një vepër të caktume, s'ke mujt Allahu të ka shpërbly, andaj ajo falja nuk hin këto. Madje edhe pranimi i vepra vëllezër besimtar, nga unë Allahut është madhështore. Na jem njerëz, insan apo ins, ai që harron. Andaj veprat tona çfarë janë me të meta vllazni. Andaj Allahu me mëshirën e vet bën që çdo vepra më na pranu. Po s'po flasim për këtë fushë, vetëm për shpërblimin e Allahut. Qysh Allahu ofron shpërblimin. Andaj a ke meditu vëllai herë, a ke nol me mendu subhanallah, sa i mëshirshëm është Allahu. A ke meditu në herë se pse Allahu të jep gjithë këtë shpërblim ty, gjithsej nuk ka nevojë hiç për ty. Këtë tregon dashurinë e madhe të Allahut për robërit e tij. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, Allahu shpërblen dhe e shumëfishon shpërblimin për vepra të caktuara. Andaj te Allahu shpërblimi qysh fillon me 10. Andaj këtë drejtim neve çfarë na takon me pos njete të mira vllazni për veprat e mira, sepse njeti është shumë më i madh se sa vetë vepra. Andaj këtë drejtim me pos njetin e mirë dhe me i bo veprat sinqerisht vetëm për hir të Allahut. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, nëse ti e ke bën jetë me bën një vepër dhe ke dështu për një rrethon caktume, qoftë financiare, qoftë e kohës, apo pa mundësisë të fuqisë trupore, tek Allahu të shënohet sevap. Do ka për të shënuar një hasenat kamila, po pejgamberi thonë, një vepër mirë e plot, edhe nëse ke dështu, vetëm se e ke pas njetën me bë një vepër të mirë. Andaj bujaria e Allahut vëllezër besimtar për robërit e tij është e pafund. Madje nuk numërohet ajo. Mirë po, qëllimi i hutbes çka është? Vetëm ja përkujtu vetës dhe juve që të fakt se Allah është bujar dhe bujaria e tij për robërit e tij është e pafund, edhe me u mundu numru s'kem për të arritur, mirë po Allahu e manifeston dashurinë e tina për robërit e tij. Andaj këtë drejtim, nëse dëshiron me kuptu për më shumë, ktheu Kuranit dhe Sunetet, ke për të gjetur shembuj dhe përshkrime të shumta. Andaj prej shembujve më të larta mbi shpërblimin e Allahut është se shpërblimi i Allahut është i përhershëm, është i pafund dhe nuk harxhohet. La ilaha illallah. Don ti e bën një jetë caktume. Ki me jetu shembull konkret 80 vite. Nuk po besoj që ka këtu në xhami dikush që ka 90 vjet jetë. Mirë po, 90 vjet ke jetu, edhe një kohë caktume ke bo vepra të mira dhe Allahu të jep 80 vite shpërblim. A është që kjo ferë? Allahu me shpërblim 80 vite, don masa na më thon u harxhu. Çka që ke bo vepra të mira, të 80 vite. Po jo, Allahu çfarë thot? Khalidina fiha abada. Keni për të jetuar në xhenet pa fund, s'ka fund. Çaj shpërblim që Allahu ta ka premtu, don nuk i del afati edhe kur s'harxhohet vllazni. A ke mendu këto në herë? Don në xhenet kemi jetu, e kemi u kënaq me dashnin e tu dhe çaj kënaqësi kur si del afati, kur nuk bëhet bajat, edhe kur s'ka mu harxhu. Çfarë do mirësie ti çikin dyja, ndaç porët e tua, vllata, don çfarë e kanë një afat që shpenzohet i del afati, mirë po xhenetet do vllazën besimtar kur si del afati, kur s'harxhohet, kemi u kënaq, e pse
është shpërblimi i Allahut. Andaj na mundu me thonë Allahu ka premtuar për sabrën, çfarë shpërblimi? Bigajre sab. Kërkushtet e veç Allahu. Për hoxhën kthehesh si nona që të kalin. Mirë po, kur të hesh atje në xhennet, në shpërblimi yt, ka më qenë i pambarem, ka më qenë i përhershëm dhe kur as nuk butu bajat, as nuk harxohet. Andaj ka drejtim të ndër vëllezër besimtar, secili nga ne duhet të jemi atyre që nxitojmë drejt veprave të mira, edhe në këtë drejtim çdo shans, çdo mundësi që të vjen përpara, mos e nënçmo. Andaj po thot pejgamberi alayhis salam, nëse robi Allahut e ka bën jetë me bën një vepër të mirë, për ka dështu, thot i shënohet një vepër e plot. Mirë po, nëse e bën një vepër të mirë, e ka bën jetë dhe çon vend çat vepër, ka për të shpërblyer prej 10 deri në 700 fish, apo i dhafën këthira, edhe halako mundësi Allahu mjashtu shpërblimin e kjo çështje i takon Allahut. Andaj, kur të eshe se Zoti jot, krijuesi jot, qenë ka bujar, e i cili qenë ka Rahman, qenë ka Rahim, edhe po don ty ti ka dyrt e mëshirës vete për zoni, sa njerë nuk mund e imagjinon, andaj do të më nxitu drejt mëshirës Allahut, do të më nxitu drejt veprave të mira. Andaj, vëllezër besimtar, secilin prej neve duhet me i shfrytëzu mundësit me bë vepra të mira. E bëjmë një pauzë shkurt këtu. Sot është ditë e xumë. Është sunnet me çu salavate. Dhe shikoni çfarë thamë më herët, shpërblimi fillon tek 10-shi. Me thon Allahumma salli ala Muhammedin, kema sallaita ala Muhammedin. Dhe dini salavatet, non e ke çuni salavat shkurt ose gjatë, Allahu i dërgon mbi ty 10 salavate. Vetëm një me dërgu të Muhammedi a.s. Allah të ndërën du të dërgu ty 10 sash. Andaj, apo shene, sot është ditë e gjumë, dhe shumë besaj që shumica muslimanve kanë harru me që salavat ditën e gjumë për Muhammedin a.s. Pse? Se na u do këtë vepër e rëndamt. Nuk është bërë rëndësishme, s'është për të rëndësishmeve. Qysh më vëllezër besimtar, ti pendënçmon veprën, kur pejgamberi se më ka thonë besimtari le të ruhet zjarrit të xhenemit me gjysë kokë hurme. Gjersa për xhenet s'ka me lshu vepra të mira. Çfarë do që të vjen në para dore, do të me kry. Gjersa e keni pa për dunja nuk folëm rast pa e nxon mundësinë me fitu. Andaj para ahiret do të me punu me zell më të madh. Pse? Se na jemi ata që përfitojmë. Andaj bujëria Allahut besimtar e Allahut shihet në raport me robët e tij në çdo vepër. Andaj shikoni që çdo vepër shpërblehet. Në një rast të vllazni, Muhamedi a.s. po qëndron dhe njëri tha, "Selamu alaikum ya Rasulullah." Po thot Muhamedi a.s. "Aleikum selam 10." Edhe dytë, "Selamu alaikum wa rahmatullah." Dhe pesot, ai po thot 20. "Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh." Po thot pejgamberi 30. Po thot një sahabi, "O dërguari i Allahut, çka është kjo punë? 10, 20, 30. Tha ky që tha selamu aleikum, tha i pa 10 savape. Selamu aleikum wa rahmatullah, 20. Selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. A bashkë në vllazni që Allah është bujar. Don e shtren dorën e vet sevapeve, e shtren dorën shpëlimet më të mëdha. Ai jeti veç pak që bën vepër. Kaç po lyp. Selamu aleikum wa rahmatullah, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. Apo ndodh mesin tonë në vllazni kollera. Selam as pas e merë, se ke plëcu, është pjesë metodë jahudive, me i deviju konceptet fetare, me i shpërfaq në mënyrë të gabume, andaj, thujë vëlla, selamu alaikum, s'pako 10 savape në zani, donë ma shumë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 30 savape që nënë, a pëshene, ku Allahu, vëllazën besimtar, edhe atë ku ty s'kan mendja, ka afru 30 savape. Selemo do në disa vepra më të madhe, sikurse që është prezenca në xhumë herët, me ardh njëri në zanë, sikurse me dhon një deve sadaka. Andaj në një situatë tjetër, Muhamedi a.s. kishte kumtu xhihadin, i ftante muslimanët një bashkangjit xhihadit, verë një burr e pëbjen një deve të madhe, një deve të përgatitur me shalë që mu shfrytzu për hajër, dhe thot o dërguari i Allahut, këtë deve e kam pru për hir të Allahut, në kauz të Allahut, e po i thot Muhamedi a.s. vllazën besimtar, çfarë po thot, çfarë hadithi madh është to, po thot walaka edhe për ty, sikurse kjo deve në ditë e gjykimit kemi poshtë 700 sash. 700 sash deve në ditën e gjykimit kemi poshtë.
Vëllezër besimtar, devja sot kushton shtrejt. Selema më një kohë kur vëllezër besimtar kafshë kanë qenë mjet të punës e i dorës, e për thot pejgamberi son 700 sosh. Pse? Allah e din mas mirë ti pa i burri mirë, ka sakrifiku shumë për hir të Allahut. Bova ke kalon familjen keq, andaj Allahu ja shpolli Muhamedit son, ka allzoj këtij burri se për çet sakrificë ti çe bone në rrugt të Allahut, Allahu ka më shpërbly 700 fesh. Andaj vëllezër besimtar, mos lëni mundësi mjovik pa shfrytzuar në rrugt të Allahut në mënyrë që të pasuroheni me shpërblime tek Allahu. Më ka çfarë në pjesën e parë të pyetjes, duke kur falet Allah, kërkon të falë, sot është farz mëshirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër besimtar, tham se robi Allahut do të më mundu mos më leju asnjë vepër mirë me ik, po në këtë rrugtimin ton drejt veprave të mira, do të më braktisat këqijat. Do të më braktisat këqijat. Pse po themi kështu? Sepse në një situatë po i pyet Muhamedi alayhis salam shokët e tij, ata druna men el muflis, a dini kush është i bankrotuar? Po thënë ata, po dërguri Allah çaj që ka bankrotu, s'ka pasuni, ka dështu biznese, në shkurt, në s'ka pasuni të mbetër, e për thëtë Muhamedi alayhis salam, jo, tek Zoti s'është ky bankrotuar, se ka mundësi një me koni sinqert, espërën Allahu me pasuni, me varfni, edhe në këtë drejtim, nuk është i bankrotuar tek Allahu, o robi mirë të Allahu, thot i bankrotuar është ai i cili në ditën e gjykimit vjen me disa vepra të mira, po përkundër veprave të mira ka edhe të këqija. Dikujt ja ka prek nderin, dikon e ka qesh, dikujt ja ka ngur pasunin, dikon e ka bë gibet, dhe në ditën e gjykimit, para se me dojnë me u gjyku tek Allahu, kanë me orë të rob të Allahu, edhe kanë mu kusurit me ta. Edhe ja morën veprat e mira, e ky del para Zotit i zhveshën për veprave të mira. E ç'ky është i bankrotum? Ka pas vepra të mira, po i ka hup ato tu morë me punësia. Andaj në rrugtimin tonë drejt Allahut, përmendon që shpërblimin e madh që Allahu po e përmend dhe po na nxit drejt saj, duhet murut pe gjunohov, sepse vjen puna bovaki agjerimin tën ta merr dikush që e ke kesh tën jetën, dikon që e ke toll tën jetën, dikon që ja ke prek mallën, pasuninë të tjera, andaj ne ecim drejt Allahut duke bë vepra të mira, duke synu kënaqësinë e Allahut, mirë po nonën tjetër, vëllezër besimtar duke i braktisur mëkatet tona, e sidomos të nderuar vëllezër besimtar nderin e të tjerëve, sepse pejgamberi e son po thotë, malli dhe nderi i muslimanit është haram për muslimonin respektivisht, ai është i shajt. Andaj fastabikul khairat, dhe më një herë po thotë Allahu në Kur'an, fastabikul khairat, më një herë gjithmonë të veprat mira me një jetë sinqert, duke bo sabër o vllazni, edhe duke synu kënaqësinë e Allahut.